Zhvillimet politike në vend u përqendruan këtë javë të parë të tetorit në ethet e zgjedhjeve në Bashkinë e Tiranës. Veliaj ka kundërshtuar vendimin e Ramës dhe të Këshillit Bashkiak për shkarkimin e tij nga posti i kryetarit. Ai ka ankemuar në gjykatën kushtetuese këtë vendim, duke arsyetuar se vendimi është i paligjshëm dhe antikushtetues, me pretendimin se është shkelur nenin 115 i Kushtetutës, i cili përcakton se shkarkimi nga Këshilli i Ministrave bëhet për shkelje të rënda të Kushtetutës ose të ligjeve. Pas lëvizjes së Veliajt, Rama i ka kërkuar presidentit Bajram Begaj shpalljen e datës së zgjedhjeve të pjesshme në 6 bashki të vendit, përfshirë edhe Tiranën. Më 1 tetor, presidenti Bajram Begaj ka dekretuar datën e zgjedhjeve në 6 bashkitë e vendit. Zgjedhjet e pjesshme vendore do të mbahen më 9 tetor. Bëhet fjalë për zgjedhjet në bashkitë Tiranë, Vlorë, Berat, Mat, Tepelen dhe Corrik. Në njoftimin zyrtar të presidencës, theksohet se vakancat në 5 bashkitë e tjera janë krijuar për shkak të ndërheqjes së kryetarëve, ndërsa në Bashkinë e Tiranës është krijuar për shkak të shkarkimit të kryetarit nga Këshilli i Ministrave. Pas vendimit të presidentit, topi ka kaluar KQZ-s, e cila do të angazhohet për përgatitjen e zgjedhjeve të pjesshme lokale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka propozuar Komisionit Rregullator datën 1 nëntor për çeljen e fushatës zgjedhore për zgjedhjet e pjesshme. Kryetari i komisionit, Ilir Celibashi, është shprehur se KQZ ka si detyrim ligjor të zbatojë dekretin e presidentit dhe të garantojë zhvillimin e zgjedhjeve për 6 bashkitë vendore. Pasi Begaj dekretoi zgjedhjet, avokatët e ish kryebashkiakut Erion Veliaj kanë ankemuar në gjykatën kushtetuese dekretin e tij për zhvillimin e zgjedhjeve të pjesshme në Bashkinë e Tiranës. Në kërkesën e tij, Veliaj argumenton se dekreti i presidentit është antikushtetues, pasi vendimi për shkarkimin e tij konsiderohet i pezulluar brenda afatit 15 ditor në gjykatën kushtetuese. Ndërsa, sa i përket kandidatit potencial për Tiranën nga opozita, ka pasur diskutime të reja. Grupi negociator i përzgjedhur nga Berisha, që janë Flamur Noka, Belind Kulliçi dhe Ilir Ali Mehmeti, kanë zhvilluar takime të veçanta me Endri Shabanin e Nismës Turje dhe Adriatik Lapajn e Shqipëria Bëhet, po ashtu edhe me Agron Shehajn e Partisë Mundësia. Pas përfundimit të takimeve, të gjitha palët kanë rënë dakord për 3 emra të mundshëm si kandidat të opozitës në zgjedhjet e Bashkisë së Tiranës. 3 emra që kanë marrë dakordsinë e aleatëve janë aktivisti Adlira Çepani, politologu Ermal Hasimja, si dhe Florian Haçkaj, përfaqësuesi i diasporës. Ndërkohë, në Selin Blu janë mbledhur strukturat e PD-s ditën e shtunë për të diskutuar për pjesëmarrjen në zgjedhje në 6 bashkitë e vendit. Kryedemokrati Sali Berisha u shpreh kundër dekretit të Bajram Begajt, duke e quajtur atë si antikushtetues. Megjithatë, Berisha deklaroi se opozita nuk do të bojkotojë garën për Tiranën. Lidhur me kandidaturën për Tiranën, Berisha është shprehur se brenda PD-s kanë shprehur dëshirën për të kandiduar emrat si Adriana Kalaja, Edi Paloka dhe Klevis Balliu. Ende opozita nuk ka dalë me një emër për kandidatin e Tiranës. Ndërsa Lëvizja Bashk nuk do t'i bashkohet opozitës, pasi ka shpallur kandidaturën e saj me Arlin Qorin, kryetarin e kësaj lëvizje, i cili do të kandidojë për zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës përballë Ogerta Manastirliut dhe kandidatit që ende opozita nuk e ka gjetur. Kjo ishte edhe përmbledhja e javës. Për lajme të përditshme, na ndiqni në zëri.al.